Autoritetet e Shqipërisë pajtohen që ne të vendosim bashkërisht të procesojmë të gjithë eksportin tonë dhe eksportin e Shqipërisë me një zyre të vetme. Kjo na mundson që shumë më lehtë, më shpejt të zgjedhim gjitha problemet që mundem me u paraqit. Edhe besojmë që do të ketë ndikim të madh sa i përket eksporteve tona drejt Shqipërisë, njëkohësisht edhe eksporteve të Shqipërisë drejt Kosovës. Këto janë disa prej atyre që kemi bërë dhe që po synojmë me i bën si plane ma konkrete, plane ideore, kemi edhe tjera mirë, po normalisht ne do të me punu me synimin që me qenë realist për me arrit që krahas ideve, planeve tona të kemi edhe mundësin për financime gjitha forma në mbështetjes me kapacitet shtesë për realizim të planët të tilla. Na porojmë që të kemi institucione, kuvend, edhe të gjitha këto t'i adresojmë. Ne si dhomë e tregtisë në kontinuitet është ka që ma shumë që 10 vjetë, që kemi kërku që TVSH-ja të paguhet në inkasim, jo në faturim. Kjo është ajo pengesa që po na krijohet neve, sidomos po flasim për prodhues. Edhe gjitha këto, që edhe janë shumë, jo pak, po shumë janë, që duhet me adresu edhe duhet me urgjencë me intervenu për me ndryshu.